Kompania operatore e telekomunikimit ANJI ka njoftuar se do të vazhdoj edhe për 3 vite të tjera të mbështesë dhe të jetë sponsor i festivalit Vera e Ohrit. Këtë lajm e kumtoi drejtori gjeneral i kompanisë ANJI, Metodi Mirçev, duke e cilësuar festivalin dhe bashkëpunimin shumë të suksesshëm. Festivali në fjalë ai e vlerësoi si simbol të kulturës. Për mua si drejtori i kompanisë është nder që ne ishim mbështetës të këtij manifestimi, por para se gjithashtu është kënaqësi edhe për faktin se Verën e Ohrit edhe në vitet e vijim, këtë vit nën moton Verë freskët kulturore, kishim mundësi që në një mënyrë të vendosim kulturën në piedestal, qoftë teatrin, qoftë muzikën, por para se gjithashtu arritëm të pozicionojmë aq lart, ta vendosim realisht aty ku edhe duhet të jetë në Maja. Ndërkaq, drejtori i festivalit Vera e Ohrit, Gjorgji Cuckovski, tha se për herë të parë festivali që ai drejton ka një sponsor gjeneral për një periudhë të gjatë kohore veç kompanisë ANJI. Cuckovski falenderoi edhe institucionet që mundësuan realizimin e Verës së Ohrit. Me kësaj lloj mbështetje, festivali do të fitojë mundësi që të zhvillohet edhe jashtë muajve të verës, fal bashkëpunimit edhe besimit me ANJI, si vazhdim i punës dhe angazhimit ton për zhvillim të kulturës. Me kënaqësi paralajmërojmë 2 koncerte. Koncerti i parë i paralajmëruar do të zhvillohet më 29 nëntor në qytetin e Shkupit në objektin e Filharmonisë, kurse koncerti i dytë më 29 dhjetor Buz Liçenit në qytetin e Ohrit.